Organizata Impo në Ferizaj prezentoi të gjeturat nga hulumtimi subvencionet në bujqësi si nxitës të zhvillimit ekonomik para strukturave komunale, fermerëve ferizajas, si dhe pjesëmarrësve nga shoqëria civile. Arbenita Topalli nga kjo OJQ tha se raporti identifikon politikat lokale në shpërndarjen e subvencioneve, transparencën gjatë shpërndarjes së tyre, rekomandon politikat adekuate për përkrahjen e zhvillimit të sektorit të bujqësisë, si dhe çështje të tjera. Për të vlerësuar punën e drejtorisë komunale të bujqësisë, Impo ka anketuar 118 fermerë përfitues të subvencioneve. Kategoritë të cilat janë subvencionuar në vitin 2015 kanë qenë ngritja e serave në vlerë prej 69.999 euro, ku kanë përfitu 13 fermerë. Mandej preparatet kundër barojave në kulturën e grurit në vlerë prej 18.000 euro, instalimi i sistemit ujitjes pik-pik në vlerë prej 16.440 euro, lopë qumshtore, edhe lopë të racës cimental, ku kanë përfitu 161.590 euro, kanë përfitu 37 fermerë. Makinat mielëse në vlerë prej 10.416 fermerë euro, ku kanë përfitu 62 fermerë, si dhe koshirit bileteve në vlerë prej 22.140 euro të shpërndara për 88 fermerë. Sigurisht, lejonit përmend që koshirit bileteve përveç që ka shpërnda komuna, ka pas fermerë të cilët kanë investuar edhe vetë, se kanë pa profitin që kanë prej bileteve dhe sigurisht që kanë rreziku edhe në këtë aspekt duke investu jo vetëm jetë financiare, po edhe vende dhe kanë bërë. Drejtori i bujqësisë në Ferizaj Gjemal Reqica tha se sfidat kryesore që vazhdojnë ta përcjellin këtë sektor janë procedurat e prokurimit, të cilat shpeshherë kanë bërë që subvencionet mos të shpërndahen në kohë optimale. Drejtori i sektorit të bujqësisë në Ferizaj po ashtu tha se si vjet buxheti për subvencione është më i vogël krahasuar me 2 vitet paraprake për shkak të mungesës së parave. Këtë vit për shkak mjetë buxhetore dhe shkurtimit të buxhetit është zvogluar prej 340 dhe sa ka qenë vitin e kaluar, ka rënë 268.000 subvencione. Këto subvencione bashkëpunim me kolegë dhe me shoqata, me donatorë të jashtme, sikurse vitin e kaluar, besoj që do të na rriten dhe do të shtojmë përsëri që kjo në këtë vit e kemi edhe një njoftim apo një para njoftim ta quaj që vitin e kaluar nuk na ka kaluar siç e përmendi Arbenita që tha për shkak të vonesave për procedurave ligjore të cilat po na pengojnë edhe neve si territori se procedurat e prokurimit janë shumë të ngarkuara, kështu që na e shpallëm një herë, e shpallëm dytën, e shpallëm tretën herë dhe këto po na banohen për këtë arsye dhe ka vonesa në investimet të subvencioneve. Ne patëm rastin që përmendëm më herët, një herë kemi pas rastin me mjedra që 3 herë dhe fundit edhe më kanë bërë kallëzim me shkuar në Agjencionin kundër korrupsion, pse ku përmend varietetin. Sipas Impos, për zhvillim të bujqësisë lokal, Komuna Ferizajt posedon buxhetin dhe rregulloren për ndarjen e subvencioneve, por nuk posedon një varg dokumentesh dhe planesh të tjera që i duhen politikave dhe strategjisë komunale për zhvillimin e bujqësisë. Kjo OJQ i rekomandon pushtetit lokal që të vendosë një strategji konkrete për zhvillimin e bujqësisë, të hartojë një plan të punës, i cili përfshin objektivat me dinamikën kohore, koston, rezultatet e pritura në baza vjetore dhe masat në raste të fatkeqësive natyrore.